Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi në datën 26 qershor dhe Kisha Ortodokse na ofron lexojmë nga letra e Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 11, vargu 25 deri në vargun 36. Le ta lexojmë këtë pjesë të letrës së Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve dhe ta komentojmë sipas hetërve. Sepse nuk dua vëllezër që ju të jeni të paditur në këtë të fshetë që të mos mbani me të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një ngurësim një pjesë të Izraelit derisa të ketë hyrë tërësia e jo hebrejve. Dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet, sikur është shkruar, nga Sioni do të vijë shërimtari dhe do të largojë pabesin nga Jakobi. Dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta kur unë t'ju heq mëkatet e tyre. Për sa i përket ungjillit, ata janë armiqt për hirin tuaj, për sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të hetërve. Sepse dhuntit dhe thirrja e Perëndis janë të pathyeshme. Sepse sikundër ju dikur ishit të pabindur ndaj Perëndis, por tani fituat mëshirën për shkak të pabindjes së tyre, kështu dhe këta tani u bën të padëgjueshëm që me anë të mëshirës që u tregua për ju të fitojnë edhe ata mëshirë. Sepse Perëndia i mbylli të gjitha në padëgjes që të ketë mëshirë për të gjithë. O thellësi pasurie, urtësi dhe dituri të Perëndis. Sa të pa hulumtueshme janë gjykimet e tij dhe të pashteshme janë ullet e tij. Sepse kush e njoh mendjen e Zotit, ose kush u bë këshilltar i tij, ose kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim. Sepse prej tij, me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjërat, lavdia e tij për jetë. Amin. Kjo pra është pjesa e Apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, që siç thamë është në kapitullin 11, vargu 25 dhe vargun 36. Është një pjesë që na tregon për shpresën e kthimit të Izraelit. Por le ta komentojmë sipas hetërve, sepse Apostulli Pavli këtu ka zbuluar një mister në lidhje me kombet dhe me Izraelin. Vargu 25 thotë, sepse nuk dua vëllezër që ju të jeni të paditur për këtë të fshetë që të mos mbani me të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një pjesë të Izraelit derisa të ketë hyrë tërësia e jo hebrejve. Pra, etrit e kishës i komentojnë këto fjalë të Apostullit Pavlit dhe aq më tepër fjalën ngurtësim. Këtu nuk përfshin të gjithë hebrejt, sepse nga hebrejt dolën edhe apostujt, dishepujt dhe shumë besimtar, por vetëm një pjesë e tyre e cila vazhdoi të jetë kundër jo vetëm Krishtit, që tha kryqëzohej, por dhe kundër udhës, kundër krishterimit, duke përndjekur edhe kishën dhe apostujt, siç i kemi te libri i Veprave të Apostujve. Por Perëndia, edhe pse Izraeli u solla me kokë fortësi dhe me ngurtësim, nuk e hodhi poshtë për gjithmonë ata. Verbëria e tyre është e përkohshme në shërbesën e planit të shpëtimit që ka Perëndia për Izraelin dhe për gjithë kombet. Hyrja e kombeve në kish nuk e zëvendëson Izraelin, por është pjesë e ekonomisë së Perëndis. Pra, ngurtësimi i Izraelit bëri që apostujt të dërgoheshin tek kombet. Por përsëri Perëndia nuk ka hequr dorën nga Izraeli edhe pse ai është i ngurtësuar. Sot për shembull shohim njerëz që refuzojnë Krishtin, ashtu siç janë dhe izraelitët, por nuk duhet dëshpërohemi, Perëndia mund të veprojë në kohën e tij, asnjë zemër nuk është përtej mundësisë së hirit. Por le të vazhdojmë dhe lexojmë vargjet më poshtë. Në vargun 26 na thuhet, "Dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet sikur është shkruar, nga Sioni do të vijë shërimtari dhe do të largojë pabesin nga Jakobi." Etrit e kishës si Shën Jan Gojarti dhe Shën Augustinin a interpretojnë këto fjalë dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet. Për kthimin e madh që do kenë izraelitët, sidomos pak para fundit të botës ose pak para ardhjes së dytë të Krishtit. Shën Augustinin e mendon se para ardhjes së dytë do të ketë një kthim të rëndësishëm të hebrejve tek Mesia ose tek Krishti. Kjo nuk do thotë se çdo individ hebre do të shpëtohet automatikisht, por se populli i Izraelit si një trup, si një tërësi, do të përjetojë një kthim të madh, sepse do ta kuptojnë që Krishti ka ardhur dhe atë që ata prisin dhe i përgatiten edhe vendin dhe tempulli, nuk është gjë tjetër veçse Antikrishti ose Krishti i re. Edhe sot këto fjalë ne mund të kuptojmë, Perëndia mbetet gjithmonë besnik dhe kur njerëzit janë jo besnik. Kjo na është shpresë për familjarët dhe miqtë tanë që sot nuk besojnë, por ne shpresojmë se Perëndia nëpërmjet lutjes dhe kërkesave tona do veprojë tek ata. Ne flasim për vargun 27 dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta.
kur unë t'ju heq mëkatet e tyre. Në këtë varg na thuhet se Perëndia do bëj një beslidhje me Izraelin. Këtë beslidhje ai e bëri edhe në Dhjetën e vjetër, por ai kërkon një beslidhje në Krishtin. Pra, një beslidhje e re në Krishtin. Falja e mëkateve është zemra e shpëtimit. Pra, ashtu si kombet ju falën mëkatet nëpërmjet Krishtit, edhe izraelitëve që pavarësisht se kishin ligjin, ata duke mos zbatuar ligjin janë mëkat përpara Perëndis ose bëjnë mëkat përpara Perëndis, ata falen vetëm me anë të veprës shpëtimtare të Krishtit. Kur ta kuptojnë këtë izraelitët dhe do shkojnë te Krishti, do t'ju falen mëkatet. Shën Teodoreti thekson se shpëtimi nuk vjen nga përjarja etnike, por nga falja që na jep Krishti për çdo popull, kom, individ. Identiteti fetar ose dhe familjar apo kombëtar nuk mjafton që një njeri të shpëtohet, sepse shpesh neve e lidhim fen edhe me çështje kulturore ose identitet kombëtar dhe familjar. Jo. Por çdo njeri ka nevojë për faljen e mëkateve dhe kjo nuk bëhet nga as nga veprat, as nga traditat, as nga kultura, por bëhet nëpërmjet veprës shpëtimtare të Krishtit. Si thotë Shën Johan Pakzori, për Krishtin ja që ngji Perëndis që shlyen mëkatet e botës. Dhe Shën Johani, apostulli ungjillor, thotë kemi një avokat që shlyen jo vetëm mëkatet tona, por të gjithë njerëzimit. Pra, vazhdojmë dhe lexojmë në vargjet më poshtë, jemi në vargun 28 ku na thuhet: për sa i përket ungjillit, ata janë armiq për hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të etrave. Dim që izraelitët që kundërshtuan Krishtin, por dhe apostujt dhe udhën e krishterë, ata janë kundërshtar. Vazhdojnë dhe sot akoma ata kundërshtojnë ungjillin. Megjithatë, Perëndia i do ende për shkak të premtimeve që ai u dha etrave, si dha Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Dhe duhet dim se izraelitët janë nga fara e bekuar Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Pra, është një popull i zgjedhur që edhe pse mohoi Perëndin, Zoti nuk e ka mohuar ata. Dashuria e Perëndis nuk është shfuqizuar as e kufizuar. Prandaj duhet mësojmë dhe dallojmë mes gabimit dhe personit. Mund të kundërshtojmë një ide të gabuar, por pa pushuar së dashur njeriu. Kështu dhe Perëndia e shikon njeriu. Perëndia urren mëkatin, por jo njeriu. Edhe tek populli i Izraelit, Perëndia është kundër qëndrimit të tyre armiqësor ndaj krishterimit, por Perëndia i do izraelitët dhe ka planin që ata të vinë në pendim dhe në shpëtim me anë të Krishtit, që siç thotë apostulli Pavli, do ndodhi pak fundit të botës ose ardhjes së dytë të Krishtit. Le të flasim edhe për vargun 29, ku na thuhet sepse dhuntit dhe thirrja e Perëndis janë të pakhthyeshme. Duhet dim se Perëndia nuk ndikohet prej njerëzve. Perëndia nuk pendohet për premtimet e tij. Ai mbetet besnik ndaj asaj që ka premtuar edhe me Izraelin. Shëngojarti thekson se kjo tregon që plani i Perëndis nuk dështon kurrë. Pra, Perëndia nuk punon me hamendsi, ai çdo gjë që e thot në mënyrë të saktë dhe çdo gjë që thot Perëndia do të realizohet, sepse Perëndia është shpërtej kohës dhe hapësirës dhe çdo gjë te Zoti është tani. Kështu që kur Perëndia na thërret, ai nuk e tërheq thirrjen e tij me lehtësi. Besnikëria e tij është më e madhe se dobësia jonë. Pra Zoti do të bëj punën e tij, edhe pse neve ndonjëherë kundërshtojmë. Çështja është që ne t'i bindemi vullnetit hyjnor, sepse plani i Perëndis do të realizohet, duam apo s'duam ne. Por shpëtimin Perëndia nuk na jep me imponim, ai na nxit për shpëtim, por shpëtimi varet nga dëshira jonë. Pra nga sinergjia, Perëndia i jep shpëtimin në Krishtin, ne duhet ta pranojmë atë shpëtim. Siç e pranuan kombet, por tham që, siç thotë apostulli Pavli, edhe izraelitët do ta pranojnë në fund. Lexojmë vargjet 30 dhe 31 ku na thuhet: sepse sikundër ju dikur ishit të pambitur ndaj Perëndis, por tani fituat mëshirë për shkak të pabindjes së tyre. Kështu dhe këta tani u bën të padëgjueshëm, që me anë të mëshirës që u tregua për ju, të fitojnë edhe ata mëshirë. Apostulli Pavli kërkon, dhe këtë na interpretojnë dhe etrit, të na tregojë se Perëndia nxori të mira dhe nga refuzimi i Izraelit. Pra, të gjithë janë shërbëtorë të Perëndis, të mirët e të ligj, angjëj dhe demon, njerëz besimtar dhe
ateist ose kundërshtar. Predikimi i Ungjillit nga refuzimi i izraelitëve, siç tham, kaloi te kombet, dhe këtu Perëndia përfitoi për t'i dhënë shpëtim kombeve. Pastaj shpëtimi i kombeve do të zgjojë Izraelin për të kthyer tek Perëndia. Kështu që Perëndia punon me të gjitha mundësitë që i japin njerëzit dhe situatat, sepse çdo gjë është në providencën hyjnore. Kështu që Perëndia mund nxjerr bekim nga situata që duken edhe tragjike, shpesh kuptojmë më vonë urtësinë e tij. Pra, urtësia e Perëndisë është përtej çdo limiti, kështu që gjithmonë neve themi ka Zoti. Pra, ka Zoti sepse Zoti ka diçka që ne nuk mund ta imagjinojmë dot për të ndryrë edhe në situata që duken tragjike ose duken kundërshtare ose duken armiqësore, që Perëndia i përdor ato në të mirën e tij. Madje Shon Kozmai i Etolis, një shenjtor i madh, predikues thoshte djalli gjysmë i mirë. Do me thënë që edhe djalli përdoret nga Perëndia për të mirat e Perëndisë. Asgjë nuk është jashtë planit të Perëndisë. Edhe Izraeli kokfor. Por le të flasim edhe për vargun 32, ku na thuhet sepse Perëndia i mbylli të gjitha në padëgjes që të ketë mëshirë për të gjithë. Do të thotë se Perëndia nuk ishte shkaktari i mëkatit ose i refuzimit të Izraelit, kokforcisë së tyre. Ai ishte prej mosminjohjes së tyre. Por do të thotë se ai lejoi që të gjithë të shihnin pavësinë e tyre për të shpëtuar vetë. Ashtu si kombet nuk mund të shpëtonin nga vetvetja, sepse ata nuk ishin Perëndi, por edhe izraelitët që pretendonin se mund të shpëtonin nga vetvetja nëpërmjet zbatimit të ligjit, ata jo vetëm që kundërshtuan ligjin, por kundërshtuan dhe çuan në kryq atë që dha ligjin, pra birin dhe fjalës e Perëndisë bërë bir njeriu. Kështu që askush nuk mund bëhet para Perëndisë, as Izraeli që kishte ligjin, por as edhe kombet që ishin pa ligj. Kështu që ne të gjithë si njerëz që vim mbas mëkatit të Adamit kemi nevojë për hir. Këtu pra nuk ka vend për krenari shpirtërore apo për çmim ndaj të tjerëve. Të gjithë pra jemi mëkatar, të gjithë kemi nevojë për shpëtim dhe shërim. Por vazhdojmë të lexojmë vargun 33, ku na thuhet: O thellësi pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndisë, sa të palumtueshme janë gjykimet e tij dhe të pashteshme janë udhët e tij. Pra, në këtë varg Apostulli Pavli shpërthen në adhurim, duke hyrë në misterin e urtësisë, diturisë së Perëndisë, providencës hyjnore që kërkon shpëtimin e gjithë njerëzimit dhe të gjithë kombeve, si pagan po dhe të Izraelit, që përfiton dhe nga e keqja. Apostulli Pavli shpërthen pra në këtë adhurim dhe në këtë falënderim të misterit të urtësisë dhe diturisë Perëndisë. Apostulli Pavli ka si soditur planin e shpëtimit dhe ai e kupton se mendja njerëzore nuk mund të përfshijë plotësisht urtësinë hyjnore. Ka pyetje që për shembull ne nuk i marrim një përgjigje të plotë në këtë jetë. Po besimi nuk është vetëm të kuptosh, por besimi është të adhurosh Perëndin. Ne besojmë se Perëndia ka patjetër një përgjigje, edhe kur ne nuk kemi përgjigje. Prandaj neve duhet të adhurojmë Perëndin e gjithdijshëm, e gjithfuqishëm, dhe duhet të presim me durim fjalën e Perëndisë. Fjalën e fundit e ka Zoti. Vazhdojmë dhe lexojmë më poshtë, jemi në vargun 34, sepse kush e njoh mendjen e Zotit ose kush u bë këshilltar i tij. Pra Apostulli Pavli kërkon t'ju thotë çdo kujt se mendja e Zotit është një mister. Ky është një citim nga profeti Isaia dhe mu themi se asnjë krijes angjëllore, njerëzore, intelektuale nuk mund bëhet këshilltare Perëndisë, as në qiell as në tokë. Urtësia e tij është e pafund. Por urtësia është themeli i teologjisë së vërtetë. Pra ne nuk i afrohemi Perëndisë dhe nuk e njohim Perëndin nga mendja jonë. Por kur ne ulemi, zbrazim veten, atëherë Perëndia na shfaqet. Ky është dhe këndvështrimi që ka Krishterimi ortodoks në lidhje me teologjinë, pra të flasësh për Zotin, por ulu dhe lëre Zotin të zbulohet. Sa më shumë ne njohim Perëndin nga zbulimi i Perëndisë në një mendje të përulur, aq më shumë kuptojmë kufit tan, pra dhe aq më shumë përulemi. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, vargu 35, ku na thuhet: ose kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim. Përsëri në këtë varg Apostulli Pavli kërkon të tregojë se Perëndia është një autoritet suprem, askush nuk mund
të vendos Perëndi në borxh, pra nuk mund të japi diçka Perëndis që Perëndia ta kthej. Çdo gjë që ne kemi si qenie, e kemi dhuratë nga Perëndia. Edhe shpëtimi është një dhuratë. Shpëtimi nuk fitohet me merita, ai pranohet me minjore dhe besim. Ktu pra është rreziku që ran izraelitët, sepse ata kërkonin një shpëtim me merit nëpërmjet ligjit ose dhe fe, të cilët pretendojnë se shpëtojnë me anë të veprave. Të gjithë rrëzohen, siç ra Izraeli. Por kombet që besuan në Krisht shpëtuan jo nga merita, por nga besimi. Sepse të gjitha janë dhuratë nga Zoti. Askujt nuk i ka borxh Perëndia. Dhe vargu i fundit përsor, vargu 36 na thot: sepse prej ti, me anë të ti dhe për të janë të gjitha gjërat, lavdia ti përjet. Amin. Pra në këtë varg Apostull Pavli kërkon na thot gjithë përmbledhjen madhështore të besimit të krishterë. Perëndia është burimi, mbajtësi dhe qëllimi i gjithçkaje, aq më tepër i shpëtimit tonë. Shën Joan Gojarti e quan të kulmin e argumentit të Apostull Pavlit. Pra jeta nuk ka në qendër njeriu, por Perëndin. Kuptimi i vërtet i jetës gjendet kur çdo gjë i referohet atij, Perëndis. Kështu që gjithë këtë fjalë të Apostull Pavlit, të zbulimit të këtij misteri se si edhe Izraelit do të kthehen që dhe kombet mos të mburren, mendoj që këtu pra ta mbyllim edhe takimin për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.